Përmëtoni se të njëjtën, si që keni bo me këto ndërtesa kolektive, do të vazhdojnë edhe në pjesë tjera. Po, është kontrata në nënshkrume. është kontrata në nënshkrume. është kontratë 2 vjeçare. është kontratë 2 vjeçare në nënshkrume, do me thonë vetëm kanë me u kry punimet, kështu që nuk ka. Tjetër projekt që është tepër human, është edhe ndërtimi i banimit kolektiv, qëndrueshëm, se na pagujna çdo vjet, pagujna 35 familjeve, ju pagujna qirane banesave ka 250 euro. Po flasim për familjen në nevojë, në asistencë sociale. Dhe përmes but këto, do me thonë na edhe këtu tash, veç e kemi ka fillu, është ndërtimi i 46 banesave, është renovimi i disa banesave edhe rindërtimi i shtëpive të dëmtuara. Këto kemi në bashkëpunim, po ashtu me Ministrinë e Planifikimit Hapësiror. Po zgjidhjet përhershme këtu. Zgjidhjet përhershme, është pra kontrata, do me thonë që... Do ndërto ndërtesë re, apo shtëpi individuale, si do të mbyllë kjo çështje? Jo, kemi ndo parcelen, banesa kolektive kanë me ndërtu. Banesa kolektive. Banesa kolektive, 46 banesa kolektive, po për pos këtyre banesave kolektive, na kemi me renovu dhe disa shtëpi private, do me thonë që janë të dëmtume. Pra dhe keni kontratën tash? E kemi kontratën, është nda buxheti, do me thonë, kjo është bashkëfinancim, do me thonë në mes të Komunës së Voshtrisë dhe Ministrisë Planifikimit Hapësiror dhe të infrastrukturës. Dhe tjetër e arritur, do me thonë që kemi janë ndërtimi shtetitoreve për gjatë lumit Silnica, pastrimi ambientit, e arritur tjetër është menaxhimi që janë vendacak. Na gjithë e dina që, do me thonë, gjitha qytetet e Kosovës kanë problem, na e kemi menaxhu... E kemi zgjidh? E kemi zgjidh definitivisht problemin e qenëve e ndacak. Qysh? Na kemi shpallë një tender, që është nënshu dikun me 300.000 euro, edhe kanë marrë, do me thonë, kompanit veterinare, ato i kanë strehimore të veta, edhe i trajtojnë si pas legislacionit në fuqi, dhe qyteti është, do me thonë, i paster. Ata vazhdimisht i marrin qënë? Vazhdimisht i marrin, se kontrata është korniz. E ka numrin e caktum, do me thotë qenëve s'ka kanë me marrë, dhe tash për mandatin e ashëm, na veç e kemi hartu projektin për ndërtimin e një strehimori për qenë, dikon në pjesë të malore, edhe kështu që kjo është një premtim jashtëzakonisht i mirë, po do të bëhet realitet që do të fusim në menaxhim qenët e ndërcak. E kemi ndërtu sheshin e Liris, ato përballë shtëpisë kulturës, është bën një pjesë shumë e bukur, është shumë e frekuentueshme, është qendra e qytetit për gjithë ato biznese, dhe ato biznese janë falenderuese, po ashtu kena bërë dhe renovimin e sharkives së qytetit. Kemi hartu projektin fillimisht, e kemi marrë pëlqimin e qendrën për trashëgimi kulturore, se u dash me marrë se na nuk guxojmë i prej ato, do me thonë pa pëlqim tyne, dhe komplet investimet kanë qenë të komunës, tash atë do ta kjo është. Nuk di cila pjesë është kjo. Te arkivi? Po te arkivi, kjo pjesë është te arkivi. Kjo pjesë është te arkivi, edhe kjo është punu ashtu. Po që në qendër qytetit. Po, në qendër qytetit është, edhe tash mundet me u dediku, por kemi menduar, por do t'i konsultojmë edhe ekspertet do t'i konsultojmë, se kemi menduar me bone muzeun e Hasan Prishtinës, me që e kemi ato edhe shtatorën e Hasan Prishtinës, kemi menduar me bo. Pra, Muzeu Hasan Prishtina. Muzeu Hasan Prishtina. Ndërtesa e arkivit. E arkivit, po. Po ashtu pra projekti Udha Gurit, parku te Kubori Xhamis, ku kanë qenë taksistë dikur. A është kjo apo jo? Dhe pastaj edhe renovimi i stadiumit. Kjo është sheshi që është i ndërtu. Që kjo është sheshi i Liris, thirret sheshi i Liris, është dalë një shesh shumë i bukur, diçka, edhe është i shfrytzueshëm. Tu përpara ka qenë i mbushur me si parkingi automjeteve, i demolum total, mirë, por tash është pjesa më e bukur e qytetit, që qytetarët janë shumë të kënaqur, edhe i falenderoj se edhe ata po kontribuojnë në mirëmbajtjen e gjelbrimit ato, do me thonë, këto paradyqaneve i ujtin edhe vetë. Por, na kemi hapë edhe puset ujt për ujitje, që do me thonë, mua ato është pusi ujt, por mos me shfrytzu ujt e ujësillë, si do me thonë, Voshtria ka, është vend i ujrave nëntoksore. Kemi hapë dikon 25 puset ujt në përhapësirat e gjelbër. Po, kjo ka qenë pamja për para. Gogja shumë të hume, s'ka qenë. Po, kështu ka qenë. Ishte edhe stadiumi, pra renovimi i stadiumit Ferki Aliu.
Po, renovimi stadionit Ferki Aliu tash do të rindërtohet komplet, po na e kemi hapë, i kemi rëndi pamje, po 5 milion euro është bashkë financim me Ministrinë e Kulturës, me thonë këto janë projektet e përbashkëta me Ministrinë e Kulturës, na ka mbet me renovue edhe stadionin Musa Abazi, do të ndërtojmë një stadion modern, multifunksional, do me thonë ku do të kenë mundësi edhe për futbolin e vogël, edhe për tenis, edhe për basketbol, volejbol, gjitha këto, shpesh herë kur e kemi ndërtu tregun se është kapun për tregut ato, pak a shumë e kam përdor në përfushata që stadionin e kanë zonë me treg, po tregu është i vendosur në një hapësirë publike që nuk është fare pjesë e stadionit. Stadionin do të ndërtojmë edhe do t'i kthejmë lojrat tradicionale, do me thonë të turnirin e futbollit vogël që ka qenë për para në Vushtri. Që ka pas një tradit në Vushtri për këta, po. Këtë Vushtria edhe kanë zerë pletyje edhe në futbol, ma të modhin, Milat Rashicën. Një projekt tjetër që kemi nënshkru me 5 komuna, që është shumë kapital, është rruga regionale prej Barileve, Kozarice, Dumnice, Kunovik, Kurilov, Vesekovs. Ideja është që malet e shales, ato bukurit tralla, ato qindra hektar, që rrinë të pashfrytzuara, t'i kthejmë bizneset edhe të kryqendrës, edhe t'i kthejmë investimet. E kemi nënshkruar bashkarisht me kryetarin e Prishtines, me kryetarin e Podjeves, me kryetarin e Obiliqit. Çka synohet bëhet atë? Çka synohet bëhet? Rruga regionale, ato agroturizmi. Agroturizmi, sepse ka bukuri, ato tash, unë po tham që ato bjeshk janë... Ato e në menaxhim të këtyre komunave, apo e në të ministrisë? Po, në menaxhim të gjitha qytetëve komunave, si që ato bjeshk janë për nga rëndësia, do me thonë, edhe e turizmit, edhe agroturizmit, edhe strategjike janë ekuivalente, do me thonë, me bjeshket e Prevallës, por... është për pjesëve ma të bukrat Kosovës. Ma të bukrat Kosovës, por nuk ka dhe qasje shumë atje. Nuk ka qasje se nuk ka investime. Na kemi rrugën që kemi ndërtu, do me thonë, prej Vushtrisë që qonë të bjeshket e Shales në alta t'i deri në Vesekovs, në këtu fshatra, do me thonë, Karaq, Skrom, Bozhlan, Kurilov, Vesekovs, por ka nevoj një rrugë regionale që i ofrohet kryqëndrës, se Prishtina prej atyre bjeshkve është 30 km larg, pa shumë afer krahasu me Prevallën ose me ato pjesë tjera. Faktë qyteti i Vushtrisë, qytet shumë i lashtë, për një kohë gjatë i harrum kështu, ndoshta mundet më ju kthy edhe turizmi, edhe në qytet, po pse jo edhe në këto pjesë që unë i dije që janë shumë pjesë të bukura në fakt Kosovës, që nuk është që kemi shumë asi. Po ashtu, ato që i konsiderojnë arritje janë edhe subvencionet ndër vite që i keni dhënë në bujqësi, pra që është 2021 145.000, pastaj 200.000, 300.000, 350.000 dhe 805.000, vetëm në bujqësi. I kemi rrit nga subvencionet, i kena shumë fishu subvencionet edhe për herë të parë, do me thonë kemi subvencionu në bujqësi dhe nuk ka pas aste një ankesë. Arsyeja është e thjeshtë sepse na kemi subvencionu do me thonë të blegtoret në qumsht, në liter të qumshtit kemi subvencionu 5 cent dhe kam përfitu të gjithë, nuk ka pas hapësirë për ankesë. Na kemi subvencionu ujnë e sistemi tokave në ujitje, edhe ujitjen ato 1300 hektar nuk kam përfitu të gjithë, nuk ka pas ankesë. Kemi subvencionu bletet. Po subvencionimi 50% shpenzime për ujitje tokave bujqësore. Po, arsyeja e 50% që të është për me menaxhu ma lehtë, sepse ata paraprakisht do të më shku një berlipens me bo pagesen edhe neve na vinë faturat e dina, do me thonë kush e ka përdor ujnë, kush jo. Por nuk ka mundësi për dallavere. Po, ka pas mundësi. Edhe po ashtu 273 sera për fermerë. Po, këtu kemi 273 sera me islamike relefin, bashkëfinancimi kemi pas, edhe këto ju kemi nda të gjithë kopshtarve, këto sera, ka qenë vërtet një investimi mirë, sera me si përfaqe prej një ari, por ka qenë të kompletume, do me thonë janë me sistem pik-pik që i thujnë ta bujësit e kështu. I thujnë edhe që ashtu është, ta mënë pik-pik. Po. Edhe kemi subvencionu dhe bullicat si specie në, po thamë, në zhdukje. Po ka në Vushtri, kemi subvencionu, ato bile kemi subvencionu bukur mirë 100 euro për kuk bullice. I kemi subvencionu, ndërkas për
për bletet, për këto delet edhe rrit kemi subvencionu ma pak. Ka 5 euro. Ka 5 euro, për blet 4 euro, edhe kështu me radhë. Por, tash do të rrisim subvencionet edhe në bujësi edhe do të subvencionojmë edhe në plehra edhe në makineri. Okej. Në arsim e përmendet fakt, një pjesë pra që e keni mbritur një shifër pra të subvencionimit të rinjve, studentëve gjatë mandatit 4 vjeçor në bursa dhe shpërblime ka vlerën 685.000 euro, pra që përfshin 70 bursa për studentë që studiojnë në Kosovë, 600 euro, 15 bursa për studentë që studiojnë jashtë vendit, 800 euro, pra nga 800 euro i ka ndodhur. 800 euro, po këtu vendet e regionit, 1.000 euro ka pas këto vendet e... Po studiojnë në BE, pra 1.000, pra ndarja bursa ndër vite, 2022 72 bursa, 2023 62, 2024 85, 2025 85 bursa, pra në shumën 55.000, totalin 164.000. Pra, është kjo ajo që e përmende, pra rritja subvencionet që ju sheni jo thjesht në arsim, po në rini. Që këtu kemi në këtë shkollën zvisrane në Spiks, që është në Vushtri, por na kemi pagu edhe për shkolla tjera të programimit, këtu janë studentat që kanë përfitu, që kanë kry kurset e programimit, janë kurse modulare, do me thot 6 mujore, 2 module 4 muj, edhe kjo është aj koncepti jemi përgatitjes trive për tregun e punës, në mënyrë që sa ma pak të shkojnë në shkenca që nuk i kërkon tregu i punës. Në Spiks, apo, në Vushtri. është fjala, po. Ta kanë përfitue edhe janë punësu, do me thonë, edhe marrin paga shumë të mira, unë shpesh herë thamë që paga minimale e një programeri është sa paga kryetarit komunës. Po besoj edhe pak ma shumë se kryetarit komunës. E një programeri, do me thonë, ta tri që shumë shpeti i përvecojnë. Sidomos në Spiks, po ju bjen pak ma shumë se kryetari komunës. Në është edhe mirë që se nuk qohen mas ne kretë me garu për më po kryetar. Po, edhe nuk ikon prej Kosovë. Ideja është kjo, pra, me që shërbimet e kompanive transnacionale kanë ardhur në Kosovë, kërkojnë shërbime, kemi këtë rini që mundu me i përgadit, edhe kjo është ideja, do me thonë, e punësimit të rive. Unë nuk kam as premtim para qytetarëve, as ide tjetër, në këmbim të votës, nuk i premtoj kërkuj punësim të drejt për drejt, qoftë rojtar, qoftë pastrus, qoftë me ato paga që edhe ashtu janë shumë të ulta, por i premtoj përgatitje, zhvillim të kapacitete profesionale, përgatitje për tregun e punës në fusha që i kërkon tregu i punës. Mendoj që tash edhe njerëz që janë avancuar këtë drejtim. Kujtohet para 15 vjetëve një kandidat për kryetar të komunave, ju pa të premtu 50 njerëzve që kam i bosh shofer personal, jo në Vushtri, me një qytet tjetër, e në fakt arriti mu bo kryetar, po si zgjati shumë, kështu që besoj që tash edhe vëtust, po edhe kandidatet janë shumë atë përgjegjshëm në ato se çfarë premtojnë e çfarë mundën me mri. Kryetar, cila është, beson në shëndetësi, për nëse në arsim, pra para se me dojtë të shëndetësia, cila është